Me Gjoni ish politikan dhe një figurë e njohur në Ulqen ka shprehur shqetësimin e tij për projektin e investimeve të planifikuara për plazhin e madh, duke e vlerësuar si të papranueshëm dhe të dëmshëm për komunitetin lokal. Ai ka komentuar marrëveshjet e fundit ndërmjet kryeministrit malalzez Miloj Kospaiq dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat hapin rrugën për dhënien me qiratë këtij plazhi për 99 vite. Në opinionin e tij, politika që kanë udhëhequr këtë projekt janë të pasinqerta dhe nuk mendojnë për interesat e qytetarëve të Ulqinit dhe të Malit të Zi. Gjoni beson se këto marrëveshje dëmtojnë mjedisin dhe zhvillimin afatgjat të rajonit, duke i lënë hapësirë investitorëve të huaj për të marrë vendime që nuk janë të përputhshme me interesat lokale. Ai shprehet i shqetësuar se kjo mund të sjellë pasiguri dhe mund të ndikojë negativisht në ekonominë e Ulqinit. Gjoni gjithashtu mbështet qëndrimin e komunës së Ulqinit, e cila ka shpallur kundërshtimin ndaj këtij projekti, duke theksuar se dhënia me qira plazhit për një periudhë 99 vjeçare është një vendim që nuk është në interesin e qytetarëve. Ai vlerëson qëndrimet e të gjitha palëve të përfshira, përfshirë subjekte shqiptare dhe ato të tjera të politikës malazeze që qëndruan vigjilent dhe mbështesin vendimin e komunës për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Kjo që ka ndodhur me tenderin e kinse të plazhave, se aty është fillu, dhe më thanë, është një farë mënyrë është hap porta që për diçka më të madhe që mendon zoti kryeministër me mban Ulqin. Fillimisht ata plazhista që kanë ata plazha që i ka fitu kinse në farë tenderit që ka qenë shumë i dëshimt, me thanë shtyhet tenderi vetëm për të konkuruaj në një vizitë që kryeministri e ka pas atje, e ka bind një farë mënyrët, por asaj vetë nuk ka ditë se për çka ishte të i konkuru. Ai ka thënë që unë s'kam konkuru për një plazh, unë s'kam mu më janë ofruar gjitha ata plazha, nuk jam i interesuar, normal që investitori i tillë të konkuroj për të shërbyer, domethënë një plazh për të menaxhuar një plazh, ai është një gjë shumë e vogël. Mandej ka dalë se ajo çka ka pas ai në prapavi, domethënë ka shku deri te ajo që ai domethënë i ka ofruar vet, domethënë investitorit pa far projekti, pa far vendimi, pa domethënë edhe pa nderu, domethënë as kushtetut, as mos u përmbajt as planit detaj, as planit hapësinor të Malit Zi, të jepet plazhi i madh. Ajo ka qenë një gjë që më vërtet i kalon, domethënë edhe njerëzit e thjesht që mund ta bëjnë një gabim të tillë, por puna ka ecë, mandej është populli normal që ka shprehë pakënaqësinë për udhëheqësia në Ulqin, dhe gjithë ju e dini se gjithë parlamenti i Ulqinit ka qenë unanim, domethënë që një gjë e tillë nuk mund të realizohet në atë mënyrë, dhe unë mendoj se një gjë që populli nuk e do, nëse është kamguls, ajo gjë nuk mund të realizohet. Dhe ajo në atë drejtim edhe ishte duke shku, ishte prononcimi që ka pas edhe kryetari i komunës, ka qenë shumë me vend, dhe ajo ishte, domethënë, kundër çdo, pa respektu asnjë rregull të shtetit, as të bashkisë lokale këtu, domethënë komunës, domethënë të Ulqinit, të bihen vendim në emën të pushtetit që është deklaruar, domethënë unanim, që nuk e don atë zhvillim në atë mënyrë, por që në anë tjetër ofron, domethënë zhvillim, ofron investime ku janë të paraparë domethënë me planet hapësinore të Malit Zi, me planet detale të Ulqinit, dhe atë investim
mund ta realizojnë, por jo ata megalomane që mendojnë në atë mënyrë që ti merret tërë pasuria, se të Ulqini fatkeqësisht nuk ka industri, nuk ka zhvillu Malizi një 30 sa vjet as kur gja, dhe më thanë janë mbyll, edhe ata që kemi pas është mbyll Kryporia, është mbyll Agropogoni, është mbyll edhe kja, dhe më thanë Riviera Ulqini si ka qenë nuk është as një 10 që ka qenë për para, kështu që normalisht që kur i kërcënon dhe më thanë një popull edhe ekzistencën në këtë mënyrë, se kja ishte vetmja deg që dhe më thanë turizmi me të cilin ky popull jeton të. Dhe normal që kundërshtimet do t'jenë edhe më të mëdha. Si e vlerësoni qëndrimin edhe të kryesisë komunës Ulqinit? Ka qenë shumë e vend, ka qenë një paraqitje e jashtëzakonshme që ka qenë e kryetarit, dhe aty në Këshillin për Ekonomi që ka qenë në Podgoricë, dhe nuk gjithë janë bind aty, që nuk është aty në tëtë edhe këta shoqata që janë për rujtjen e mjedisit, ju e dini se tani Kryporia është, dhe më thanë, edhe për zogje, për ata që kajnë, dhe më thanë, folete veta dhe ku qëndrojnë aty, aja po të bahet një ndërtim i tillë, aja do të jetë pengesë, dhe më thanë, ishtë një zonë e lanun në plazhin e madh që mos ndërtohet, nuk mund ndërtohet. Dhe unë jam i bindur se po të vazhdohet kështu pavarësisht ata që çka mendon, edhe nuk ka më realizu, edhe investitori vet e ka thënë që mu nuk më intereson, nuk do të ndërtoj diçka që ai popull aty, dhe më thënë, lokal nuk e don. Përfundimisht Gjoni shpreson që politikat e rrejshme dhe të pasinqerta që janë zbatuar deri tani të mos vazhdojnë, dhe se duhet të krijohet një mundësi për zhvillim të qëndrueshëm dhe të hapur, ku investitorët e huaj të angazhohen në përputhje me legjislacionin dhe interesat e vendit. Ai thekson se është e rëndësishme të ruhet transparenca dhe të sigurohet që investimet të jenë të dobishme për Ulqinin dhe Malin e Zi në përgjithësi.